Jemi në Koshare, në memorialin ku pushojnë 100 sa dëshmor, heroj të dheut, trima, ku nderohet pra dita e thyrjes kufirit, shqiptar o shqiptar, ku i kujtojmë me respekt rënd për liri, komandantet heroj, Agim Ramadanin, Sali Qekun, Gjemal Fetahun, e shumë tjerë, po ashtu i respektojmë edhe gjallët, bashkëluftarët e gjallë, komandantin Rustem Berisha, komandantet Anton Çuni, Fadil Hader Gjonaj e të gjithë. Këtu pushojnë luftarë gjat nga gjitha trevat e adheut tonë e kombit tonë, por ka edhe prej popujve tjerë që ju kanë bashku luftës tonë drejt, nuk harrojmë asnjëherë me shpreh respektin për gjithë që kanë dhënë për liri, pra familjet dëshmorëve, martirët, familjet e martirëve, invalidet, bashkëluftarët e gjallë, po ashtu i shprehim falënderim edhe NATO-s dhe Amerikës që u vunë në mbrojtjet popullit Kosovës në atë kohë dhe ja sot e gëzojmë lirinë. Sot është një ditë e shënuar në historinë e kombit tonë, përveç që është e larë me gjak, është ditë e shënuar sepse thyhet kufiri shqiptar o shqiptar, është ditë e shënuar sepse të gjithë ta luftarë të rënë këtu dhe të gjallë kanë qenë një fuqi që i ka dhënë forcë moral tërë brigadave që vepronin në rrafshin e Dugaxhinit, kanë qenë njerëz profesionist, oficer profesionist, advetar të mëdhej, që me përkushtim, përveç që kanë mbajt vijën e frontit, kanë pas edhe përgjegjësinë morale e kombëtare për të furnizuar tërë brigadën dhe tërë formacionet ushtarake që vepronin në rrafsh të Dugaxhinit, në Drenicë, e Maxhër, në Kosovë, deri në Shalë, e në Ferizaj, kështu që këta kanë dëshmuar se vërtet atë dheun e duan dhe deshën që ushtria jonë lavdimadhe të jetë fitimtare ashtu si që fitoj bashkë edhe me aleatët, NATO-n, u vu në shërbim me të gjitha potencialet që kishte për informacione të NATO-s që sa më parë të shporret e dëbohet nga toka tona ushtria pushtuese serbe.